Na duhet një udhëheqës si një qeveri të unitetit që përfason unitetin, që do të thotë kryetarët e partive politike duhet për një herë të përjashtojnë veten nga një proces i tillë, sepse atë po flasim për një qeveri praktikisht jo të unitetit, por partijake. Do të ishte pakuja emergjente për menaxhimin e krizës energjetike. Në fokus të veçantë të qeverisë do të jetë miratimi një pakuje gjithëpërfshirëse për përballimin e krizës energjetike pas rritjes së faturave të energjisë elektrike. Pika 4 ka të bëjë me nisjen e projektit kombëtar për gazifikimin e Kosovës. Qeveria e unitetit nuk mund të bëjë gjithë gazifikimin e Kosovës, por do të niste hartimin dhe miratimin e planit kombëtar të gazifikimit dhe do të niste procedurat për ndërtimin e një centrali me gaz. Pikë e 5 shumë e rëndësishme, besoj më e rëndësishme, ka të bëjë me rindërtimin e partneritetit me BE-n dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe rikthimin e politikës së jashtme aktive. Pika 7 do të jetë fillimi i procesit vettingu në sistemin e drejtësisë. Qeveria e unitetit kombëtar do ndërmarrë hapat e parë konkret për fillimin e procesit vettingut. Pika 8 do të ishte fillimi i projekteve me rëndësi të veçantë për vendin. Dhe qeveria e unitetit do të heqë të gjitha pengesat burokratike të projekteve madhore kombëtare. Prioritet veçantë do të jepet projektit tunazës së jashtme të kryeqytetit, ndërtimit të Spitalit të Ri të Kosovës. Pika 11, po aq e rëndësishme është përgatitja institucionale për lojrat mesdhetare që tani po vihen në rrezik. Pika 14, përgatitja për zgjedhje të rregullta dhe të lira demokratike brenda 10 muajve dhe në këtë fazë do të flisnim për reformimin e procesit zgjedhor, për rritjen e integritetit, gjithëpërfshirjes dhe besimit publik.